I ati Ervis Martinajt ka kërkuar që djali i tij të shpallet zyrtarisht i zhdukur. Mustafa Martinaj ka bërë një kërkesë në gjykatën e Lezhës, ku kërkon prej saj të bëhet shpallja i zhdukur i djalit. Shtetësi Mustafa Martinaj kërkon pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Lezhë shpalljen të zhdukur të shtetasit Ervis Martinaj, i datlindjes 6/10/1982, lindur në Burrel dhe banues në Fushkuqe, Patok, Kurbin, thuhet në kërkesë. Nga data 9 gusht 2023, kur ai shfaqet në Tiranë dhe deri më 10 gusht, që përkon me kallëzimin për zhdukjen e tij, nuk ka më asnjë shenjë. Për fatin e një personazhi jo të zakon, të ashtu quajtur mbreti shqiptar i lojrave të fatit, nga data 11 gusht prokuroria ka regjistruar edhe një vepër penale për rrëmbim personi. Në të gjithë këtë histori, ato që nuk kishin si të mungonin janë padyshim teoritë konspirative. Një ndër to është edhe ekzistenca e një video, në pamjen e së cilës shfaqet trupi i coptuar i Ervis Martinajt. I pari që u mor në pyetje nga hetuesit për zhdukjen e Ervis Martinajt ishte i ati i tij Mustafa Martinaj. Ai tha se kishte humbur kontaktet me të birin, natën kur në telefonin e vëllait të tij Faikut kishte mbërritur një mesazh nga Dubai. Herën e fundit me Ervisin ka kontaktuar një njeri i afërt. Kontaktet me djalin i kam humbur më datë 9 gusht ora 19:30. Pas kësaj ore ai nuk ka qenë në linjë. Zhdukja e tij sipas mendimit tim i takon orës 19:30 deri në orën 22 të datës 9 gusht 2022. Nuk kam asnjë dieni për vendin dhe njerëzit që kanë marrë pjesë në rrëmbimin e tij. I afërmi që ka kontaktuar djalin nuk ndodhet në Shqipëri dhe me sa kam dieni Ervisi nuk ka numër shqiptar. Zanafilla e kësaj ngjarje lidhet me shpalljen e Ervisit në kërkim për krime të trilluara nga Nureddin Dumani. Sqaroi se ndërprerjen e komunikimit dhe të zhdukjes së djalit i ka marrë vesh nga i afërmi im i cili jeton jashtë shtetit. Dyshoj se Ervisit mund t'i ketë ndodhur diçka e keqe nga grupet kriminale, ka thënë parahetuesve Mustafa Martinaj, i ati Ervis Martinajt.